Jemi në studion tonë, mirë se erdhët përsëri në Rezedje dhe do të flasim për një nga produktet, ushqimet më të vjetra dhe më të dobishme për shëndetin tonë, bëhet fjalë për kefirin. Po, jam e sigur që ndoshta jo të gjithë mund ta njohim si produkt, por ai është një produkt shumë i shëndetshëm, sepse përmban shumë e shumë probiotik të dobishëm për aparatin tonë tretës. Dikush e prodhon dhe e zë si kosin në shtëpi, dikush tjetër e ble në dyqan, pa e ditur ndoshta se çfarë fshihet prapa këtij produkti që ka ekzistuar dhe ndoshta po ja dim vlerat, mund ta shtojmë në rutinën tonë të përditshme. Çfarë është në të vërtetë kefiri, cilat janë përfitimet, si prodhohet, si konsumohet, si fermentohet, të gjitha këto do të na i shpjegoj Ketiona Xhemali. Mirë se erdhe, Ketiona. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar këtu. Është kënaqësi që të vi dhe në këtë emision të flas në lidhje me kefirin. Edhe një faleminderit. Ti ke kohë që merresh duke e prodhon kefirin edhe si ke rënë ti në kontakt dhe pse ke zgjedhur të flasësh ose ta provosh për veten tënde, pse e konsumon kefirin? Duke qenë se unë jam pak edhe le të themi pro gjërave healthy, gjërave të shëndetshme, gjërave që tani me kalimin e viteve dhe me modernizimin e kohës janë pakësuar le të themi. Duke qenë se edhe nga profesioni im më ka dashur dhe ka lindur nevoja që të kërkoj dhe të bëj kërkime rreth kefirit dhe kuptova që ishte një produkt shumë i veçantë dhe shumë i rëndësishëm për sistemin tonë gastrointestinal. Dhe kësaj pastaj vazhduam edhe duke e prodhuar në shtëpi me familjen, me gjyshërit, duke u bërë shumë mirë për pjesën e konstipacionit, se me kalimin e moshës dhe zorët nuk e bëjnë funksionin siç duhet. Duke qenë se pati rezultate edhe tek ata dhe filluam që ta përdorim dhe me gjërë, filluar dhe me kolegët e punës pastaj dhe kuptuam dhe vlerat dhe benefitet e kefirit. Bukur fort. Për ta treguar dhe ta shpjeguar më thjesht dhe më qartë, çfarë është kefiri? Kefiri është një produkt i cili e ka origjinën nga malet e Kaukazit, ose ndryshe quhet dhe kërpudha tibetiane. Në kohën e lashtë, le ta themi, e kanë përdorur dhe ja kanë ditur vlerat shumë herë më mirë, kurse ne tani po themi po japim një vëmendje shumë më të veçantë si shumë shumë produkteve të tjera të shëndetshme. Po themi po. Kefiri është i mbushur me plot probiotik shumë të fuqishëm për sistemin tonë gastrointestinal. Bën të mundur që të kemi një organizëm zorë më të shpejta, pra zorët të kemi perisaltikën ose lëvizshmërinë më të shpejtë. Dhe për këtë arsye, kefiri bën të mundur dhe largimin e fryrjes të barkut. Shpesh nga përdorimi i glutenit, i laktozës, i bulmetit, i brumrave, ka dhe personat të cilët janë dhe intolerant ndaj laktozës dhe shkaktojnë këto lloj problemesh. Është më i fortë në probiotik, me shumë probiotik se sa kosi për shembull nëse e krahasojmë me të dyja? Patjetër, edhe kosi ka probiotik, por kefiri, duke qenë se është produkti fermentuar, fermentohet për 24 orë, dhe shtamet ose le të themi qelizat mikrobiale të vogla janë më të shumta në numër se sa nga kosi. Do doja të dija për këtë procesin e fermentimit që zgjaste gati 24 orë. Për shembull, nëse na bie dhe nëse gjejmë për fat të mirë kërpudhën e kefirit, si do ta fermentojmë dhe cilat janë ato rregullat të cilat na bëjnë të mundur një fermentim cilësor të saktë për të marrë dhe produktin e duhur? Atëherë ata që do të jenë me fat që të gjejnë Unë e kam gjetur për vetë. Dua të mësoj disa teknika se kam dhe disa pyetje në fakt personale, sepse nuk ajo fara kërpudha nuk është duke më u zhvilluar, nuk po rritet, sepse di që nëse ajo shtohet ti mund ta shpërndash, mund t'i japësh miqve për të mbajtur ai sa të duhet. Gjithsesi, kemi rënë në dorë të kërpudhës, kemi marrë kërpudhën e kefirit. Si do ta fermentojmë? Atëherë kërpudhën në momentin që ju e keni marrë, ajo ruhet në një sasi qumshti, e leni në një ambient të errët dhe një temperaturë konstante, mund të qëndrojë dhe në frigorifer. Këtu do ndalemi edhe pastaj tek pyetja që juve e patët personale që ta flasim që Tani qumshti në çfarë temperature duhet të jetë? Siç e zëm kosin, më i ngrohtë, më i ftohtë? Të jetë në temperaturë normale, po, siç e zë edhe kosin, po themi, duhet të jetë temperaturë ambienti, le të themi. 18-20 grada. Temperatura ambientit. Gjithashtu dhe kërpudha duhet të jetë në temperaturën e ambientit. Pra, vëmendje, sepse kërpudha zakonisht ruhet tek dera e frigoriferit në ujë, në kavanos me ujë, siç e kemi vendosur dhe në tryezë. Por më pas, kur e nxjerrim nga frigoriferi, ajo duhet të qëndrojë që të marrë temperaturën e ambientit, jo ta hedhim direkt tek qumshti ngrohtë. Ky është gabimi im që ma vërejti dhe keti para se të fillonim.
Më pas, i vendosim kapakun kavanozit. Më pas po, e hedhim në një kavanoz qelqi, që duhet të jetë gjithmonë në një kavanoz qelqi. Gjëja kryesore nuk duhet të bjerë në kontakt me gjëra metalike. Se? Prishet? Sepse dëmtohet, shpërbëhet dhe nuk ka asë rolin dhe funksionin dhe benefitet që duhet marrim më pas. Në këtë lloj forme, kjo është dhe hinka që ne e kemi, po themi, kullojnë si që e kemi marrë, por kjo nuk duhet të përdore, sepse është i gjitha metalike, po ta shifni. Janë ca të tjera, të cilat janë plastike, dhe këto telat këtu nuk duhet jenë dhe duhet jenë sintetike. Ose në një nap, apo jo? Ose në një nap, mund ta kulloni me një nap, po, por me napën është e vështirë sepse të dalin dhe kokrat e kefirit, që me zi i gjejmë, ne duam t'i ruajmë. Duam ta shtojmë atë. Duam ta shtojmë. Më pas, kefirin nga këtu e kullojmë, që të ruajmë, do më thënë, dhe të bjemë kokrat aty. E lejmë për 24 orë, e mbështjellim si kosi, apo e lëmë në temperaturën e dhomës? Do ta lëmë në temperaturën e dhomës në ambient të freskët dhe në errësirë, do më thënë. Mos ketë kontakt me ambient dhome, le të themi, dritën. temperaturë normale dhe të mos jetë në kontakt me dritën. Her pas here do ta shikojmë, sepse ndahet, bëhet ndarja e, le të themi, e hirës, dhe kur e shikoni që është bërë ndarja, aty e kuptojmë që kefiri është bërë gati për të konsumuar. Pas 24 orësh. Pas 24 orëve. Më pas? Pasi e kemi 24 orë të lënë 24 orë, e marrim, e heqim, do ta kullojmë përsëri për të mbledhur farat dhe kërpudhën e kefirit. E ruajmë më vete përsëri, pastaj në disa mililitra qumësht kefirin, e vendosim në frigorifer. Mund ta lëmë edhe në ujë apo vetëm në qumësht? Në qumësht është më e mira që ta lëmë. Në qumësht. Dhe vendosim në frigorifer, se nëse lëmë në ambient përsëri do të vazhdoj procesi i fermentimit. Në frigorifer nuk fermentohet, prandaj dhe vendosim aty të qëndrojë në ujë ose në qumësht, dhe më pas shohim që nga hera herës, nga hera e parë, e dytë, e tretë, sapo kjo qarkullon, sa më shumë që të brodhojmë, aq më shumë edhe shtohen edhe kërpudhat nga kefiri. Si e kuptojmë kur masa e kërpudhës? Kuptohet sasia, sepse për shembull ju mund të keni një lug, herën e parë kur e keni bërë për shembull, në vazhdim, po themi 3 ose 4 herë fillon shtohet dal nga dal, nuk mund të them fikse sa mund të shtohet, absolutisht, sepse është procedurës po që si bëhet. Rregullat edhe një herë të fermentimit, kur ju trazoni ose merrni farën e kefirit, duhet të përdorni gjithmonë jo lug metalike, po lug druri, për ta kulluar atë një nap jo në hinka ose në kullesa që janë prej metali, sepse siç e tham, prishet struktura, nuk shtohet, nuk marrin benefitet, kështu që kjo është rreptësisht për tu konsideruar. Dhe më pas në temperatura, siç e tha dhe Keti, në temperaturën e ambientit dhe në errësirë. Do ta shijojmë, kefiri pastaj mënyrat e përdorimit e të konsumimit janë të panumërta, mund të konsumohet siç është, mund të shtohet me fara apo jo. Të shër, kefiri, si e konsumon ti personalisht? Përgjithsisht, kefirin unë preferoj që ta përdor ashtu siç është, pa i shtuar asnjë gjë tjetër. Çfarë shije ka kefiri? Gjithmonë më pyesin çfarë shije ka kefiri, shumë njerëz ndoshta edhe se njohin, them dëgjoj, është diçka midis kosit dhe dhallës. Nuk gjej dot një mënyrë se si ta përshkruaj. Po në konsistencë, duhet të jetë një konsistencë e trash, e hollë, dhe çfarë ndodh nëse është më e trash se ç'duhet? Pra kemi shtuar më tepër, do të thënë kemi marrë më pak qumësht për ta zënë dhe fermentuar apo? Kemi marrë po. Në momentin që është pak më i trash, konsistenca është më e trash, pavarësisht se ngjason pak si me kosin e holluar, le të themi. Aty kemi marrë më shumë litra qumësht, po themi, kemi hedhur më shumë qumësht, më pak qumësht, më fal. Po, por nëse bën një raport të tillë, në një lug kërpudh kefiri, sa mililitra qumësht duhet për ta zënë, fjala vjen kemi eksperiencën e parë të zënjes së kefirit në shtëpi. Po, mund të marrësh gjysmë litri qumësht, ose ndryshe 500 mililitra, me 2 lug kefir, ose 1 lug kefir, nuk është se ka në një ndryshim shumë të madh. Për përdorim familjar, le të themi, 4 ose 5 persona, është i mjaftueshëm dhe mund ta prodhosh ndoshta deri në 2 herë në javë. Një herë pare, domethënë se si mund ta preferojnë edhe. Pasi e kemi lënë të fermentohet pas 24 orësh, ku kullojmë pjesën e kefirit, që do ta konsumojmë, do marrim ato benefitet, fara do të shplahet apo siç është do të vendoset në kavanozin me qumësht apo me ujë në frigorifer? Patjetër që po, shpërlahet fare që të largohet, sepse fillon dhe rritet aciditeti, duke qenë se fare ka qenë në kontakt më përpara me qumshtin, do të shpërlahet dhe pastaj vendoset prapë në kavanoz me pak qumësh që të ruhet në frigorifer, sepse qumshti e mban konstante atë fare.
që të mos dëmtohet. Duke u rikthyer dhe njëherë benefiteve, në një numër të lartë probiotikësh ndihmon në tretjen, anadopson kefiri? Apo duke ndodhur gjithë këto procese? Nuk mund të themi që kefiri është një pije magjike që ty do të heqi për një herë është dhjamin e tepërt në trup, por ndihmon në dobësim. Që do të thotë në momentin që ti ke një peristaltik të shpesht, ke një le themi jashitje normale dhe konsistente, automatikisht edhe pjesa e barkut po themi do të ulet. Qartë. Ka njerëz të cilët besojnë se vetë kefiri mund të zënësojë ato barnat probiotike. A ndodh kjo, është e vërtet kjo, nëse kemi nevojë vërtet për probiotik, për rregullimin e procesit të tretjes, për të shmangur dhe parandaluar konstipacionin, për ta kuruar atë? Kjo është në varësi edhe të problematikave që po themi pacientët kanë. Në momentin që ka një inflamacion ose një infekcion të theksuar të zorës, patjetër që duhet të merren dhe probiotik të cilët janë të rekomanduar nga mjeku dhe farmacisti, sepse kefiri nuk ka të gjithë, po themi, ato bakteret e mira ose sa miliardi kërkon mjeku, po themi, CFU, do të thotë që quhen qelizat bakteriale. Kështu që patjetër që ndihmon, mund ta marrësh edhe si suportuese. A mund të konsumohet për ditë kefiri? Në varësi dhe të preferencës të njerëzve që e përdorin, po përgjithsisht mund të konsumohen maksimumi deri në, po themi, 4 gota në javë, ose çdo ditë nga një gotë, le themi. Se pastaj një gjë e shtuar bëhet edhe një çik bajati thot populli, çdo gjë me karar. E vërtet. Unë të falenderoj shumë që erdhe ta tregove këtë pasion, nga një pasion dhe kujdes për veten, për familjen dhe më pas për të gjithë, sepse Keti shkruan dhe nxjerr informacione po ashtu edhe se si e prodhon kefirin dhe në Instagramin e saj Ketis Kefir, kështu që të falenderojmë shumë që erdhe. Ju falenderoj juve, ju përgëzoj për emisionin, që ngjidhni gjatë kohës gjëra të reja, modernes, shëndetit dhe falenderim. Faleminderit shumë Keti. Ndërkohë, kalojmë në publicitet, do të rikthehemi me të tjerë bisedë.